Policia e Shkodrës ka zbardhur vrasjen me lëndë eksplozive të Hysni Ymerit, ngjarje e ndodhur në 29 dhjetor të 2025-s në lagjen Manusha Limani. Policia ka identifikuar dhe arrestuar 4 persona të dyshuar si autor të krimit. Në Prangaran, Gerti Bushati, 27 vjeç, Ergys Ibrahimi, 27 vjeç, Edison Hasaj, 25 vjeç dhe Gjergji Zefi, 24 vjeç. Sipas policisë, ata dyshohen se kundrejt pagesës dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vendosur dhe shpërthyer një sasi lënde eksplozive të dyshuar me telekomandim në distancë në panelin elektrik të pallatit ku banonte viktima. Gjatë kontrolleve në ambiente dhe në persona, policia ka sekuestruar 28 celular, një automjet Mercedes-Benz, veshjet e përdorura nga autori dyshuar i vendosjes së eksplozivit, municion luftarak, shumë parash në lek dhe euro, sasi lëndësh narkotike, përfshirë kokainë, 3 pajisje GPS, 2 kamera sigurie dhe një laptop. Policia bën me dije se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, si dhe për zbardhjen e motiveve të plota të kësaj ngjarje.